Përshëndetje, mirë se u gjej të dashur miq. Në programin e sotëm do të kemi një atmosferë shumë të bukur, gati festive, sepse jemi duke shkuar drejt festave të nëntorit dhe sigurisht që atmosfera ndizet, të gjithë shqiptarët këtu që janë bëjnë gati për të festuar edhe njëherë identitetin e tyre dhe gjithë vlerat që ata kanë trashëguar ndër vite dhe që vazhdojmë t'i mbajmë sigurisht me dinjitet lartë. Ndërkohë kemi vendosur që këtë program, me që jemi në vigjilje gati, duke u afruar, kemi vendosur ta kalojmë duke dëgjuar muzikë popullore të trevave të ndryshme shqiptare dhe kemi bërë një kombinim shumë interesant, të cilin do ta prezantojmë pak gjatë programit të sotëm. Do të kemi një kombinim këngëtarësh të afirmuar, këngëtar të rinj, të cilët vinë për herë të parë në skenë, po ashtu edhe në studion tonë. Në fakt, këngëtarja e parë, pikërisht që do të nisë, le të themi, këtë mini maraton të programit tonë të sotëm, është një këngëtare e cila në fakt ka vite goxha eksperiencë, në studion tonë vjen për herë të parë. Ajo le të themi që ka një trashëgimni ose duket sikur mban pas një amanet të Laver Bariu, të mjeshtrit të madh formetar, dhe madje nëpërmjet atë e quajnë pikërisht nxënësja e mjeshtrit Laver Bariu. Është këngëtare nga Përmeti, që e vogël ajo ka filluar të afirmohet muzikë, ka marrë pjesë edhe në festivalet e Gjirokastrës, më pas jeta, vështirësitë, sfidat e kanë hedhur atë në emigrim pikërisht në Greqinë fqinje, ku asaj është dashur të jetoj për disa vite. Sigurisht që Shqipëria e thërret, dashuria për MMD-un, duke vazhduar dhe kënduar këngët e bukura dedikuar vendit të saj, ne do ta kemi sot në studio edhe për ta prezantuar dhe për ta njohur si këngëtare dhe si personazh, si profil të saj, por fillimisht le të ndjekim njërën prej këngëve të saj. Pra, ajo tashmë ka zënë vend në studion tonë në këndin ku do të na interpretoj njërën prej këngëve të saj të titulluar Gjithëza. Le të ndjekim Adriana Thanasi. Ndjekim. Që moj unim
Adriana Thanasi! Adriana Thanasi, mirë se erdhe në program tek ne, eja. Dhe faleminderit për performancën. Faleminderit, Adriana. Gruaja e parë që ka kënduar në sazet me sazet e Përmetit, apo jo? Po. E ke zënë dhe ti fondin tënë në historinë e muzikës tradicionale shqiptare, apo jo? Shpresoj. Je edhe njerë, si që thamë edhe më herët në Përmet, të quajnë si nxënësja Ela Verbariu, sepse ka qenë pikërisht ai që të ka zbuluar që në moshën 16 vjeçare, zërin tënd dhe më pas të bëri pjesë të sazeve të Përmetit. Kështu që është një histori e bukur, të cilën ti do të na e rrëfesh pas pak, por për Adrianën, me që na vjen për herë të parë në studio, edhe për teleshikuesit e prezantojmë për herë të parë, ne do të sjellim një profil të përgatitur për të, e ndjekim dhe më pas vazhdojmë bisedën. E lindur në Shqipëri mes Përmetit dhe Leskovikut, Adriana Thanasi është këngëtarja e cila dashurinë e saj për muzikën popullore e trashëgoi që e vogël, teksa dëgjonte pllaka të vjetra në gramofonin e familjes. Në moshën 16 vjeçare, talenti i saj u zbulua nga mjeshtri i madh i klarinetës, usta Ela Verbariu, dhe që prej asaj kohe, ajo u bë gruaja e parë që këndoi në sazet e Përmetit. Adriana ka marrë pjesë në festivalet folklorike të Gjirokastrës në vitet 1985 dhe 1988, duke spikatur me zërin dhe interpretimin e saj karakteristik. Në karrierën e saj ajo ka dhënë koncerte brenda dhe jashtë vendit dhe ka regjistruar disa CD me këngë tradicionale shqiptare. Pas një periudhe emigracioni, Adriana u rikthye sërish në skenë me forcë e pasion. Sot, ajo është pjesë e ansamblit të njohur, Saziso, dhe ka sjell për publikun albumin e saj më të ri, Këngët e Hafizes dhe Adrianës, një udhëtim i vërtet në rrënjët e muzikës përmetare. Profili. Atëherë, Adriana, më trego pak në lidhje me historinë e jetës tënde. Ke nisur që e vogël të këndosh, në Përmet, ti je nga konkretisht nga? Unë jam nga Shqeria, zona e Shqerisë, është një trevë midis Leskovikut e Përmetit. Në familjen time ishin të gjithë muzikdashës, kishim dhe një gramafon të vjetër, më kujtohet, dhe kishim pllaka të vjetra gramafoni, kështu që dëgjesat e mia ishin që e vogël. Në moshë shumë të mitur, unë pata një problem në familje, babai im, për shkak për gabim mjekësor, u paralizua në moshën 32 vjeçe. Po, dhe sa herë kthehesha në shkolla, babai më priste, dhe mbasi bëni mësimet, më mësonte këto këngë, më mësonte tekste të cilat ai shkruante në një fletore, se detyrimisht duhet të shtynte dhe kohën e tij. Pasaja më vonë u transferuam nga fshati për arsye që ishte pranë mjekëve babai dhe erdhëm në qytetin e Përmetit. Aty vazhdova shkollën. Pasaja në moshën 16 vjeçe, 16 Jemi diku në çfarë periudhë gati? Ishim 75, 76. Pra këto ngjarje kanë ndodhur rreth kësaj periudhe. Dhe aty vazhdova shkollën, si pionere këndoja në festivalet e ndryshme të pionerëve dhe kështu. Pastaj martoi një kushërir ai me bëj një dasëm dhe të gjithë neve kishim si traditë që në dasëm duhet këndonte çdo fis nga një këngë. Unë vajta me vllajin për arsye që babai s'mund të ishte. Dhe erdhi radha jon. Babai më kishte mësuar një këngë që quhet Hapi sytë e zezë të na sjell xhbear. Këngë e dëgjuar, po unë për mua atëherë ishte fillimi. Erdhi radha, më vinte zor, po fillova të këndoja. Dhe në atë dasëm ishte usta i madh Ela Verbariu bashkë me Xhelal dhe Sulejman Lamen. Ishin në orkestrin dhe këndova a kapela, pa saze, dhe kur më dëgjoj, tha, e kujtë është ajo vajza atje? Edhe ma bëri me dorë. Vajta atje afër, më tha mua, po sa bukur këndo këti? Unë gjithë turp të që. Edhe pas një farë periudhe, kishim diskutuar dhe në shtëpinë e kulturës, më vonë vinë... Ja ku jeni këtu në këtë foto, po kjo është e vonë, është shumë e vonë me Ela Verbariu. Jo, kjo është më vonë, kur kemi shkuar në Korçë. Po gjithsesi për ta sjell pak edhe Laverin e madh. Këtu jam në festivalin e Gjirokastrës. Me këto foto kujtim që keni bashkë. Po? Dhe kështu pra aty nisi, pra ai të thoi se ti do bësh pjesë. Po, pastaj unë vazhdoja gjimnazin faktikisht në atë periudhë.
Dhe erdhën dy punonjësit e shtëpisë kulturës, Kiriako Vangeli që sonte është drejtuesi muzikor i sazeve të Përmetit. Dhe erdhën më morën në shkollë dhe më thanë që të vish në shtëpinë e kulturës të prezantohesh. Filluan provat e para, pastaj afroi për vitin e ri bëheshin koncerte varieté dhe për herë të parë kam kënduar këngën Penxheret e Zotri Sate. Ti ka zënë pema jeshile, hyn e delte porta jashtë matun të shkretën mandile. Edhe kjo ishte këngë që ma ka mësuar babai. Më mbajt mend atje kam takuar për herë të parë regjizoren Vera Graboska dhe kur më dëgjoi Jela, hajde këtu ti më tha mua, ua sa bukur këndon ke moj vajzë. Më thën fillova për herë të parë që të dilja kur dilja nëpër qytet më thoshin mua, ua të pam në televizor. Se duke kaluar vitet, merja pjesë në shumë evente brenda dhe jashtë vendit, kishim mbajtur në Delvenaq në Greki, me Remzi Lelën, me Etem Kerimin, me muzikantët më të mirë kishin atëherë. Ti ndërkohë ishe e vetmja e vetmja vajzës, se ke qenë e re, do të thënë e vetmja, s'kishte një grua që këndonte në sazet e Përmetit nuk kishte, ishin vetëm formacioni me burra. Kështu që ti bëje një çudile themi aty, për të gjithë, po edhe ke zbukuruar grupin me zërin tënd, ke dhënë ngjyra të tjera. Besoj. Me siguri. Sazet e Përmetit të dihet, të famshme shumë dhe historinë e tyre dhe atë që i kanë dhuruar, le themi, gjithë folklorit ton. Çfarë kujton nga Laverbariu? Cila është këshilla që të ka dhënë ai? Në festivalin e Gjirokastrës në vitin 83 u paraqita me këngën Sy Kaleshe, bëri një bujë shumë të madhe për performancën dhe që një këngë që ishte kënga e parë e Hafize Leskovikut. Dhe atje u dekorova me çmimin Laurent Festivali. Ja, do të dalim te festivali, po më thuaj pak për Laverin. Të quajë nxënësja e Laverbariut. Çfarë të ka thënë ai? Cila ka qenë këshilla më e mirë që të ka dhënë që ti e mban më? Ajo nuk kënaqej kollaj, do me thënë, vazhdoj edhe njerë, do me thënë, donte më të mirën, ishte gjithmonë shumë kërkues. Ishte njeri korrekt, kishim prova, do vinte i pari. Edhe thoshte, po mirë, unë jam më i madh nga ju, unë t'ju pres. Do me thënë, kishim një korrektësi të madhe, një harmoni me njëri tjetrin, gjithmonë çdo gjë bëre cilësore. Mbetet mësuesim, si do që tjetë, mbetet mësuesim. Dhe një ikonë që si kënkur nga mendja. Absolutisht. Më pas ti duke pasur këtë shans, këtë fat të madhe, duke u përfshirë, le themi, në këtë grup kaq të rëndësishëm i cili mbulonte, le themi, zonën e Përmetit dhe atë muzikën e asaj treve, patë mundësinë të bësh pjesë edhe e festivalit të Gjirokastrës. Çfarë kujton nga festivalet e Gjirokastrës? Në dy pjesëmarrje të tuat në festivalet e Gjirokastrës? Mora dhe pjesë tani në 23-shin. Ke pasur dhe 23-a e vërteta kjo, e 3-a vërteta. Zotot që ti zë marrësh pjesë akoma, me siguri. Jo, deri sa të më japë zoti zë. Tani me sazisot, me siguri, në një pjesëmarrje tjetër. Do kalojmë dhe atje. Më thuaj pak nga festivalet e Gjirokastrës, çfarë kujton momentin më të bukur? Në festivalin e parë, bëra hapjen e festivalit për qytetin e Përmetit, gjithashtu dhe në festivalin e 88-s bëra dhe hapjen, thoshte Gjirokastër po të vimë nga Përmeti me një sport me trëndafil, se Përmeti ishte qyteti i trëndafilave, ndaj kam vëdhe trëndafil. Ndërkohë me sazet e Përmetit shkuam dhe në një festival Bonifacio në Korsik në Francë, dhe në aktivitetet të ndryshme që bësh, mu bëj një dokumentar Këngët e zemrës, që morëm pjesë prap me ustajnë në qëndër sigurisht. Në vitet... Ju i thonit usta, Usta, po. Se le themi mjeshtër. Mjeshtri, Laverbariu, se ju keni përdorur termin usta. Mjeshtri, po, mjeshtri, Laverbariu. I paharuari. Në vitet 90 pastaja naftuan në Athinë që të bënim një CD, që quhet Këngë dhe Vallet e Përmetit. Bëm një CD, i quajtur CD-a mod. Bukur, atëherë Adriana, çfarë ndodhi që ti vendose të largohesh më pas nga Shqipëria? Pra kishe arritur në një moment ku kishe shumë suksese, ishe afirmuar, skena ishte jotja, ti kishe një status të rëndësishëm. Në pikën më kulminante mua më duhet ikja. Çfarë ndodhi? Si e morë të vendim? Emigrant ekonomik. Sepse ishin trazirat më dha dhe kur erdhëm këtu edhe vendosëm thamë nuk rrim dhe neve këtu, se të gjithë ishte periuda që ishin hapur ambasada dhe këto të gjithë po shkonin dhe kështu e vendosëm. Morëm dhe fëmijët, kisha 2 vajza të vogla, mora, pastaj filloi ajo periudha. Shkove në Greqi, po mendove do ta lije këngën, e mendove që ndoshta do e kishe të mundur të këndoje siç këndoje në Përmetin tënd edhe në Shqipërinë tënde? Është një dashuri e madhe, por
duhet të zgjidhja midis familjes, fëmijëve dhe këngës. Edhe vendosha që atë që kisha për mua personalisht ta lija në një fazë tjetër dhe gjithmonë brenda vetes ndjeja që unë s'kisha mbaruar me këngën. Cikli im s'ishte mbyllur. E kisha domethënë. E qartë. Ishte vështirë Greqia në ato fillimet e veta? Aktualisht i vazhdon jeton në Greqi, apo jo? Shkon dhe vjen. Kam 35 vjet. 35 vjet. Banoj atje. Ishte vështirë në fillimet e veta? Ishte shumë e vështirë, të ingranoheshe me gjuhë në ratë të parë, të gjeje punë, të ingranoheshe në një është, sa do që të shpjegoj është ndryshe ta përjetosh dhe ndryshe të ta përshkruaj. Si të gjithë emigrantët e tjerë, kishim dhe atë racizmin, do më thënë, kështu, të gjitha këto e kemi përjetuar. Por me kalimin e kohës, të gjitha ato u evituan, edhe... Si ishte të kaloje nga ajo artistja që në përmet të duartrokisnin të gjithë, që merte pjesë në festivalet e Gjirokastës? Ajo ishte një dhëmbje e shtur për mua, unë nuk e shpreh. U udhëtonte në për Evropë me sazet e përmetit, duke dhënë koncerte, dhe të shkojë në Greqi t'ja nisje nga e para. Aty nuk të njihte askur si këngëtare, apo jo? Cila ishte puna jote e parë, le themi? Puna jote isha në një pastiqeri. Pastaj kam punuar në pizzari, pastaj kemi punuar dhe në përshpira, kudo. Edhe si gates, tani kam një atelje në Athinë timen, sepse unë nisha roba qepse në përmet. A ishe edhe roba qepse në profesion? Dhe tani ky është zanatim, do me thënë, se muzika është suplementare, është për kënaqësi, nuk e kam për arsye... Sigurisht. Pra derisa e gjetët të vendin atje, po pa diskutim që ka qenë i vështirë fillimi. Prej 17 vjetësh unë shkëputa krejt në muzika. Pastaj përkohësisht një 2-3 vjetë u mora me korin e kishës bizantine në Athinë. Dhe më vonë mësoj që dhe disa nga shokët e mi të sazeve kishin emigruar në Athinë. Si që ishte Kiriako Bangjeli, cili është sot drejtues i sazeve, Donika Pesolari, një kolegja ime që ishte dhe ajo në saze dhe kishim që në festivalin e Gjirokastrës, edhe buri sa ishte muzikant dhe vendosëm se të mos mblidhemi të bëjmë një grup të vogël qoftë edhe për atë që kishim pengun, që kishim në shpirt. Pra fillua të angazhohesh, do të realizonit sa gjëra, pra të mos këndonit po vetëm në shtëpira. Vetëm në shtëpi aty, se me siguri në shtëpi besoj që s'ke praktikisur kënduar. Duke për punët e shtëpisë, duke kënduar gjithkohës. Pra vendosët që të bashkoshit edhe të organizonit koncertet të vogla. U blodëm, pastaj merrnim pjesë në... Filluan të gjitha qytetet e Shqipërisë të bënin shokjatën e tyre. U kriva shokjata përmetit dhe atje këndova për herë të parë, bashkë me këtë grup, pastaj në evente që organizonte ambasada, gjeja mundësinë dhe pastaj në vitin 14 mësojmë që humbi jetën, do me thënë u largua nga jeta mjeshtrin Laver Bariu dhe u idhrova jashmase. Pas 4 muajsh u organizua një festival i quajtur Festival Laver Bariu. Ku atje mora pjesë, bashkë me atë grupin që kisha në Athinë. Me atë u paraqitëm. Dhe atje u dekorova me çmimin Hafize Leskovikut. Ndërsa çmimin Laver Bariu si klarnetist, e mori klarnetist që kemi sot, Josif Shukallari. E qartë, pra tani po kuptoj pse albumi yt i fundit titullohet Këngët e Hafizes dhe Adrianës. Se kënga ime parë ishte Hafizes. Po mundosha të kuptoja lidhjen e emrit, pse këto 2 emra në titullin e albumit tënd, edhe që nga fikri Hafize Leskoviku. Sepse këngët e saj, më thënë të gjithë, si thoshte edhe Laveri, Usta Laveri, që Adriana thoshte e ka atë diapazionin. Për t'i kënduar këngët e Hafize Leskoviku, një prezantim të shkurtër të saj. Hafize Leskoviku ishte në familja Leskoviku, e bia e Aslanit, Aslan Leskovikut, familje muzikantësh, dhe zëri saj u odh në gramafon, për herë të parë. Shiko. Pa shqiptare. Ja, një informacion bukur që mësuam sot të gjithë. Bukur. Për të arsye, unë kam dedikuar albumin tim, që janë të gjitha këngë të zgjedhura të Hafize Leskovikut. Janë këngë që ka kënduar ajo, pra. Atëherë, para një shekulli e ca dhe ti këndon sot. Dhe neve i risollëm për herë të parë. I keni risjellë për herë të parë. Pasi ka kënduar ajo, unë i risolla për herë të parë. Kështu që do t'jetë një album shumë interesant. Po, është. Dhe jam shumë e lumtur që ja arrita qëllimit. Këngët e Hafizes dhe Adrianës. Po. Të përgëzoj për këtë album. Faleminderit shumë. Të përgëzoj shumë. Mirë.
U ktheve sërish në Tiranë, fuqishëm këtë herë me një tjetër grup i cili tashmë dihet që ka dhënë koncerte shumë të suksesshme edhe jashtë vendit, plot të tilla, po pa diskutim që edhe ne këtu kemi pasur mundësinë të shijojmë muzikën e Sazisos. Erdhe u bëre pjesë aty, ne pam madje edhe disa foto me grupin duke performuar këtu në Tiranë dhe kudo ku ju keni dhënë koncerte me Evropën. Editin, Edit Pula, e cila si u bët me Editin bashkë, si u lidhët? Me Editin u njojtë më bie një ditë telefoni dhe thot jeni Adriana, po. Ishte një shok i grupit që kemi sot, të marrë në emër të zonjës Edit Pula, thot, e cila ishte nismëtarja për këtë... Po, se e ka themeluar këtë grupin, po. Po, e ka themeluar, solli një grup nga Radio BBC-a dhe incizuan këngë të Përmetit dhe melodi, dhe pastaj u vendos që, pasi diskutuan, vendos që të bëj një CD me këtë lloj materialesh. Dhe Editi, së bashku me producentin Gjoe Boj dhe gruan e tij Andrea Goetler, të tre këta na mblodhen në Korçë. Na dëgjuan, na regjistruan dhe pas një viti u mblodhëm të gjithë në Tiranë dhe u regjistrua CD-ja. Ky grup, me që ishte Saze dhe Iso, u quhet Saziso. Pra, as ne vetë nuk e dinim, do me thënë qarë për masa do merte kjo gjë, vetëm nga dëshira e mirë. Sa bukur. Dhe kështu pastaj... Bravo, bravo. Keni bërë një burë të shkëlqyer dhe është një grup që ka krijuar emrin e vet tashmë. Sa thua Saziso ti e di më njëherë se për çfarë bëhet fjalë. Pra, duke dëgjuar historinë tënde dhe shumë prekës edhe momenti i historisë së babait që tregove, më duket mua sikur gjithë jetën më pas ke kënduar për të. Duket sikur çdo moment ke kujtuar atë, ke bërë një homazh atij. Kur këndoj Pengjeren e Zotrit Sate, në heshtje ja përkushtoj babaj. Ja përkushton ati. Ai si i kujton ato momentet kur të shihte në skenë, në daljet e para, sepse vinin me njerë pas përpikës si ai bëte për të mësuar këngët. Dhe vetëm qante, kur më shikonte. Bravo, Birë, më thoshte mu. Po e ke bërë krenar, Ai u përshëndrua të këty edhe pas asaj që i ndodhi, pas fatkesis që i ndodhi, u përshëndrua të këty. Pre 30 vjetësh ishte në shtratë. Me siguria ke bërë zemrën mal, në momenti që të ka parë, kur faqeshe në ekran... Dhe ndjej që dhe atje lartë ku është më shikon dhe krenohet me mua. Bukur, bukur. Adriana... Unë duaj që të më interpretosh një nga këngët e tua të tjera, sepse je veshur me të kuqja, okej, ti solle trëndafilin e kuq të Përmetit, po, edhe festat ne i kemi përpara. Unë di që ti ke një tjetër këngë në repertorin tënd, do doja shumë të dëgjoja zërin tënd a kapela, se këto interpretimet tuaja, ky lloj zhanri muzikor shijohet shumë a kapela, kur ti e dëgjon zërin e pastër. Kam përshtypjen ajo më mëdheu, do ishte përshtatshme për ta këngëtari? Po, pse jo, me që jam dhe emigrante. Le ti përshëndesim të gjithë shqiptarët, me që jemi dhe... Përshëndesim me që jemi dhe në prag të festave të Nëndorit. Po, që po vinë, janë afër. Më mëdheu, atëherë le ta ndjekim një fragment të ti. Dhe mendohem për Shqiprinë, sytë mi me lot janë bushur, në kurpe qko parilinë. O nën, o birë, kuja që nuk të shoh, sil pak baltë nga vatra tona dhe sytë tu. Që ti shoh, tu marer dhe ti puth me marë. Adriana, zëri yt është fantastik, edhe komplimenta për zërin se e ruan në një mënyrë perfekte. Cili është një urim që do t'i bësh sot teleshikuesve, gjithë atyre që po na ndjekin, gjithë shqiptarëve kudo ku janë, edhe atyre që janë në Greqi, me siguri janë duke të parë tani, por shqiptarët kudo anë mban botës. Ju urej shëndet, mbarësi dhe gëzuar festat e Nëndorit. Të faleminderit shumë Adriana që ishe me ne sot. Ne kemi publicitet, themi pas pak.